Fermerët e kafarajt në Fier njihen si prodhuesit më të mëdhenj të lule shtrydheve në Shqipëri, por për të dytin vit radhazi, ata po hasin vështirësi të shumta për shkak të luhatjes së temperaturave. Rritja e temperaturave ka shkaktuar pjekje të parakoshme të lule shtrydheve, duke sjellë superprodhim, rënje të cilësisë dhe çmim të ulët në treg. Po mbadhemi me një situatë vështirë me punën e tregut edhe me prodhimin e lule shtrydhes. Është i dytu i vit rresht që ne na dëmton kushtat atmosferike, si vjet edhe si vjet. Erat e ngrohta që frytën para 2 ditësh, 3 ditësh, edhe vjet në një kohë, na dëmtoi prodhimin e lule shtrydhes. Edhe na i poqi, na i pruri atë prodhim, tregu nuk ka për të superprodhim që doli tani. Nga 260 lek për kilogram që tregtohej disa ditë më parë, çmimi i lule shtrydhes ka arritur në 80 lek, duke u shkaktuar fermerëve dëme të mëdha financiare. Ata thonë se shteti në situata të tilla duhet si subvencionoj, si dhe të siguroj treg për shitjen e prodhimit. Tani ne edhe po ngeli stok, da këpusim da hedhim po, se është një prodhim që do këputur, do vjel në kohën që do ajo, jo kur duam ne. A do ishte mirë që për fermerët të kishe një fabrikë të përpunimit të lule shtrydhes? Ajo do ishte një gjë e mirë, po apelit vjet na shikojnë të na subvencionojnë tëra gjërat. Që nga helmete, që nga plerat e tëra me plasmase, se ne aplikojmë, s'marim gjë duhet të kesh 1 hektar thotë. Po 2 dylym, aq e kam krabjen, për 2 dylym. Fermerët thonë se prej vitesh kanë kërkuar që në zonën e kafarajt të ndërtohet një fabrikë për përpunimin e lule shtrydhes, por edhe kjo kërkesë e tyre ka rënë në vesh të shurdhër.